Qënë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zëmërakët e Shqipërisë.